Dhe Allahu xhalla xhelaluhu në një mision të gjatë 23 vjeçar, pikërisht në këtë ditë, në haxhin lamtumirës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në haxhin e vetëm që ka bërë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, haxhi i parë dhe i fundit, ku i drejtuar muslimanëve për herën e fundit, në mënyrë të grumbulluar dhe në mënyrë të dubuar, sikur sa në atë vend ka qenë dita e Arafatit, që ne jemi në prag të saj. I është drejtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanëve me një ligjërat të gjatë dhe një hutbe që është konsideruar hutbeja apo ligjërimi lamtumirës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pikërisht gjitha këto zhvillime emocionale dhe gjitha këto zhvillime interesante dhe me, domethënë, dimensione të gjëra të negative të shumta që Allahu na ka dhënë, gjitha këto kanë këto ditë, që ne jemi në prag të tyre. Prandaj në këtë ditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar qiellit, respektivisht Allahut azza wa jall, duke i thënë para turmës së madhe ku kanë qenë përmisë 100.000 besimtar. Në dallimin transmetime a kanë qenë 150, 114, ato detajet për neve tek unë nuk janë shumë të rëndësishme, por kanë qenë mbi 100.000 besimtar. Nga një fillim i një thirrjeje apo që vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka filluar, po e përfundon misionin dhe Allahu xhallahu ala po ja kënaq syrin këtij pejgamberi duke pa turma të mëdha njerëzish që do të përcjellin më tutje mesazhin e tij. Nga se ka pas pejgamber që ka vdek dhe ndoshta nuk ka pas ndërkohë që te koka e tij qëndron për ta ngushëlluar për misionin e tij se do të vazhdojnë më tutje. Nëse Allahu xhallahu ala e ka ngushëlluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të gjitha hjeka që i ka pas, për të gjitha mundime që i ka kalu në përhapjen e misionit. Pikërisht në këtë ditë, para turmës së madhe, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e pret atë shpërblimin që çdo pejgamber e ka prit. E pret atë kurorën që të gjithë e kanë lakmuar. Dhe pikërisht në këtë ditë i drejtohet Allahut azza duke thënë: Allahumma hal ballagt. O Zot, ajo që tim ke ngarkuar me te, kjo turmë njerëzve dhe këta njerëz që ty të njësojnë, a është dëshmi se unë e kam qenë vend misionin? Dhe pret përgjigje nga Allahu xhallahu ala për mbylljen e misionit me sukses, nga ai që e ka dërguar. Prandaj kjo është diçka madhështore. Nëse na meditojmë rreth asaj, nëse ne jemi pjesë e kësaj. Kur i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar miratimin e Allahut azza xhel për mbylljen e misionit të tij, nuk e ka kërkuar për vete. Nga se përket vetes së tij, ai ka përmbyllur moti, duke përcjell këtë sikur se Allahu ka dashur. Mirë, po a është kjo ajo që me te përmbyllet çka ti e kërkon nga robët e tu? Dhe vije përgjigje nga Allahu xhallahu ala me një ajet që thash me mira pejgambere kanë prit. Dhe kanë dëshiruar të gjithë pejgamberët e Allahut azza xhel. Mirë, po Allahu ka përzgjedhur që në këto ditë vjen ajeti në surën An-Nisa, ku Allahu thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Nëse që ky ajet vallahi nëse e meditojmë, do të jetë dhurata më e mirë dhe më e madhe e mundshme për neve në kësaj bote. Që Zoti i gjithësisë thot el-yawma, sot, dhe kjo sot çdo vit përsëritet në ditën e Arafatit. Dhe ne jemi në prag të saj, el-yawm, sot. Kjo sot kur nuk bëhet dje, nga se gjithmonë Kurani është sot, dhe gjithmonë do të lezohet si sot, kur nuk lezohet dje, edhe pse ka ndodhur historikisht dje, por freskia e saj dhe fuqia e saj gjithmonë është sot. Sot el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot unë e përmbusha dhe e plotësova fen e juaj, dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe begatin time ndaj jush e përmbusha. Nga se Allahu xhallahu ala nuk kujdeset për robët e tij vetëm kuptim të ushqimit dhe të pijes. Ne do të vazhdojmë që të jemi gjithmonë të mvarur nga Allahu xhallahu ala në rrafshin e ushqimit dhe pijes. Apo gjithmonë, nëse Allahu xhallahu ala thot ndonjëherë për ushqimin dhe pijen, e përmbusha begatin time ndaj jush, na nesër më vdesim gjithë. Nga se në sa që në furnizim pe ka morëm na, andaj në kuptimin e ushqimit dhe pijes vazhdon Allahu xhallahu na furnizon. Ndërsa për fen thot u përmbush. Ju mbetet tash që ju ta mësoni, ta kuptoni e kështu me radhë nga kuptimi që dalin nga ky ajet. Dhe ajo që e kurrizon këtë kënaqësi dhe këtë begati është përmbyllja e asaj që Allahu thot wa raditu lakumul islam dinan. Dhe unë jam i kënaqur o robët e mi që Islami të jetë feja juaj.
Jam I kënaqur që ju të veprani sikur se ju ka mësuar ky pejgamber. Dhe kjo raditu mbetet valide dhe mbetet fuqishme deri në yemul qiyame, e pandëshueshme. Don gjithmonë ai që kërkon kënaqësinë e Allahut, ai që kërkon falën e Allahut, gjithmonë ai që kërkon dashurinë e Allahut azza xal, e gjen në hijen e këtij ajeti. Me cilën Allahu na ka ndëruar pikërisht në këtë ditë. Prandaj apërtojmë këtë kënaqësi kështu, këtë privilegj të madh, këtë ngjarje madhore që na ka ndodhur neve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu xhallahu ala të gjitha veprimeve tona, të gjitha kuptimeve tona, të gjitha fjalëve tona, që të gjitha këto I kemi në përputhje me mësimet dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha atyre Allahu thot jam I kënaqur çka jetu boti, jam I kënaqur çka jetu folti, jam I kënaqur çka jetu besuti. Kjo është madhore, vallahi kush e mendon. Allahu xhallahu ala të ka bërë që t'jesh I përfshirë në atë besim, në ato vepra, në ato fjalë që I ka thënë të dërguar jam I kënaqur kur ti bën kështu. Andaj ka për neve diç më madhore se të arrijmë kënaqësinë Allahu xhallahu ala? A ka për neve diç më madhore se të shpëtojmë nga hidhrimi Allahu xhallahu ala? Absolutisht nuk ka. Andaj mundësia për të realizuar këtë pikërisht kanë gjanë këto ditë vëllazërinj. Ne kërkoj nga çdo kush prej neve që këtë ditë ta presim me të vërtetë. Nuk di krahasim të bëj, sigurisht çfarë ditë e presim. Mirë po ndoshta me mama lëngjim dhe mama gzim, se ndoshta që e pret nëna t'i kthehet biri I saj që ka shkuar në gurbet që sa ku. Mama lëngjim se që e pret I burgosurit ditën kur do të del nga burgu I tij, apo I smuri ku do të shërohet. Qase kjo është begati shumë më e madhe se kthimi I një të dashuri. Kjo është begati shumë më e madhe se lirimi I një të burgosurit dhe një robi. Kjo është begati shumë më e madhe se shërimi I një të smuri. Nuk ka krahasim ajo që duhet ta përjetojmë në këto ditë që thash është duke u ofruar dita e madhe ku Allahu xhallahu ala ka nderuar me këtë përmbushje të këtij misioni dhe me këtë mirësi të madhe që Zoti xhallahu ala ka garantuar se kënaqësia e tij është e derdhur dhe mëshira e tij është e shtrirë në atë që I dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka transmetuar. Dhe kur ka kërkuar I dërguari sallallahu alaihi wasallam dëshminë nga Allahu xhallahu ala për këtë, është përgjigj gjithashtu se e ke qenë vën atë.